vota, edhe 2-3.000 nuk shkojnë, për 2-3.000 nuk bëtë dalimi. Jo, 2-3.000, shumica nuk kanë me shku. Ja, unë e komendim tjetër. Boza e... Levizja votave shumë e vogël, me ka 2-3.000 shkojnë, nuk shkojnë. Nisma e ka bozën, në Malishev është shumica kra i dolën nga lufta që nuk e votën kur LDK-n. Po ata lidhen për liderin e tyre për Fatmir Limaj. Jo, nuk lidhen për liderin. Ta garantoj që janë të lidhur. Jo, se nuk mundesh më lidhë për liderin për dërëso qata ushtor, ko që 20 vjetë që akuzojnë për lej gjona shtullë të cilat i ka akuzu vetë LDK-ja. Kështë që ata bojnë mirë mësë me votu LDK-n. Jo, ta në votojnë LDK-n, e votojnë Fatmir Limaj, sepse... Nuk finë gjenezën e tyne, në partinë demokratike, për qatë ku ka ndonë. Vetëm shqip që ka ndonë kur ka qenë nisma me Aliancën. Në përën, komplet elektorati i Fatmir Limajt në Malishev nuk e ka votu koalicionin. Po e kanë votu Fatmir Limën edhe ato dy zonjat e ndërume deputete, pra ata nuk jenë lidhë elektorati i Malisheves me koalicioni, me akronimin, po lidhën vetëm me liderin. Edhe në këtë rast, në qofë se Fatmir Limaj është në nisme... Ata do të votojnë Fatmirin, sepse dojnë me pas Fatmirin deputet. Nuk është njëjtë. Ata është LDK, ata rëko në OK-ja. Ata konsiderojnë që do t'hin Fatmirin... Ata se kanë votua se OK-n, ape kuptën? Kuptojnë, po... Paramendë, a i qesin vot LDK-s. Jo LDK-s, Fatmir Limaj, ata dojnë me pas Fatmirin në deputet. Po si abo në dora një veteranit të gjekës me abo atë të LDK-ja tikun. Se si abo në dora? Si abo, nuk i abo. Që kini me po, në fund ka me dollë që qato votat e nismes... Së mërmeja që Fatmir Limaj ka bo kështu mënyrë të verbër të pa asë një analizë, një marveshje që me qenë pjesë e listës LDK-s. Nuk është kalkulimi mirë. Okej, ta presim fundin, po unë mendoj që... Jo, kalkulimi Limaj është shumë i mirë. Jemi në fund krejt, nga një mendim për fundimtar duke njësur nga Regjaj, kush do dalë e dyta në këto zgjedhje, se për të parën e dim që do dalë vetë vendosja. Sështë e sigurt, asaj. Okej, të paktën, okej. Ti me ndonë që ashtë të gundze. Jo, në fakt është diskursi i tillë, sepse unë nuk jam eftuar në emisionin të për të menduar, për të dhënë mendime, por nga diskursi e flitet dhe edhim që lufta është për vendin e dytë, pra në mes të LDK-s dhe PDK-s. Regjaj, kush do dalë e dyta në këto zgjedhje? LDK apo... Nëse shkon koalicion edhe Ramushi me LDK-n, LDK-ja do dalë diku për 5-6 vota, për 5-6 deputet do dalë e dyta para PDK-s, sepse vullneti vjen nga i rajon ku LDK-ja nuk ka qenë e popularizuar. Vetëm shkurt ju lutem. Ajo ka qenë nën presion, do të thotë nëse okej, edhe Limaj shkojnë me LDK-n, do të rikthehen votuesit e LDK-s që kanë qenë me shumicë para lufte në ato rajone, po s'kan guxuar mu deklaru, se s'ka mujt me funksionu atje LDK-ja. Pra do të ketë një rritje shumë e madhe. Do të ishte strategji shumë e madhe. Do të shohim se çka do ndodh. Vullnet lutem shkurt sepse s'kemi kohë, e dyta LDK apo PDK në këto zgjedhje? Sipas krejt matematikave dhe numrave dhe punëve që po bëhen, LDK-ja është të punu seriozisht për atë vendin e dytë. Edhe nuk është hiç lakmens që ai me vendin e dytë. Edhe pa akël për saun e shar, si vend dytë. LDK apo PDK? Për me thonë kështu shkurt mos me zot hiç PDK. Engelbert të thotë për LDK, në dhe s'po të pësheqe Engelbert. Ne të LDK-ja nuk i përmendë edhe disa koalicione me disa figurat të shoqërisë civile që po vinë, edhe me se që ata të të ndihmojnë LDK. Ja ka nisë me kopjuar Bikurtin me morë punktor.